njerëzit nuk po reagojnë ndaj asaj që ti thu, por ndaj asaj që ti beson për veten tënde. Para se të flasësh, para se të veprosh, para se të hysh në një dhomë, ti dërgon një sinjal të heshtur. Nëse brenda vetës mendon, shpresoj të më pranojnë tjerë, sepse nuk e ki pranu ti veten, dhe ki pasiguri brenda vetës, bota e ndjen pasigurin tëne. Nëse brenda vetës ndjen unë i përkas këtij venit, bota rreshtohet sipas kësaj ndjenje. Kjo është ajo që Neville Goddard e quante të gjithë janë pasqyrë e vetë konceptit tanë. Njerëzit nuk vendosin se si të trajtojnë, ata reflektojnë mënyrën si ti e sheh veten. Kur ndalon se kërkuar i vlerë jashtë e fillon ta ndjesh vlerën tënde mrena, sjellja të tjerëve ndryshon vetvetiu. Për këtë arsye tham unë gjithmonë ndryshimi fillon te ti. Ti nuk ke nevojë të flasësh ose të fitosh respekt. Ti thjesht ec si dikush që tashme është i respektueshëm. Ndrysho supozimin për veten dhe realiteti ndryshon pa përpjekje.